Pas incidentit dhe përplasjes me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcat e operacionales, Prokuroria e Firit ka nisur procedimin penal për Ledion e Klaudio Kaplanaj, si dhe për Gerald Kolçakun, përkatësisht dy niprit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj dhe i treti punonjës i kompanisë së tij. Sipas prokurorisë, ndaj tyre ka nisur hetimi për veprën penale, goditje për shkak të detyrës e kryer në bashkëpunim. Policia gjyqësore nën drejtimin e prokurorisë ka bërë verifikimet paraprake, ku ka rezultuar se një agent i BK-s dhe efektivët e operacionales po kryenin veprime hetimore, pjesë e një operacioni sekret në afërsi të fshatit Portës e Madhe në Fier. Gjatë kësaj kohe ata janë filmuar nga shtetasi me inicialet OI, çka i ka detyruar të largohen nga vendi ku ishin pozicionuar. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, pranë vendit të quajtur rreth rrotullimi i parkut në Fier, u janë afruar 3 automjete nga ku kanë zbritur disa persona të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë, pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit. Thuhet në njoftimin e prokurorisë së Fierit, që ka paraqitur kërkesën në gjykat për vleftësimin të ligjshëm të arrestimit në kushtet e flagrancës të Ledion e Klaudio Kaplanaj dhe Gerald Kolçakut. Incidenti mes njerëzve të Agron Kaplanaj ndodhi kur agjentët e BK-s po filmonin me dron në zonën ku ndodhej dhe biznesi i familjes Kaplanaj. Në reagimin zyrtar SPAK bëri të ditur se hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e policisë u sulmuan pas një motiv nga personat e arrestuar, duke theksuar se të gjitha veprimet e ndërmarra nga BKH janë në përputhje me ligjin dhe në nënvëzhgimi direkt të prokurorëve të posaçëm. Ndërkohë, ish kryebashkiaku i Mallakastrës Kaplanaj tha për News 24 se agjentët e BK-s kanë ofenduar punonjësit e kompanisë së tij dhe se kishin shkuar në zonë me pretendimin se do blinin një pronë, gjë që i krijoi atij dyshime se bëhej fjalë për një grup kriminal. Ai tha se nisur nga këto dyshime erdhi dhe reagimi i njerëzve të tij, pasi rezultoi se targa e makinës së agjentëve të BK-s ishte e paregjistruar. Kaplanaj pretendon se pas agravimit të situatës dhe mbërritjes së policisë, agjentët e BK-s u prezantuan se cilët ishin.